الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وفرض علينا الصوم في شهر رمضان لنيل الرضا والرضوان من الله الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأكوان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله المصطفى العدنان، وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e shpirtit ton I dërgojmë agjërusit dhe adhurusit më të mirë të sipërfaqes së tokës, profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli të kësaj xhamie të bukur, fillimisht fryzoj rastin që t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe se pa dyshim se sot me të vërtet është një nder I madh I veçantë që Allahu Gjelle Gjelaluhu më ka dhuruar që ma mundësoj që të jem prezent sot këtu në mesin e juaj, në mesin e kësaj xhamie të bukur dhe këtij xhamati të bukur, dhe se pa dyshim se është një ndër mirësitë e mëdha që me të vërtet është gjithashtu nder dhe është një privilegj I madh për mua dhe respekt I madh që të jem në këtë prezent, për arsye se është hera e parë që unë të jem prezent në këtë xhami, dhe mu për atë falenderoj sinqerisht Hoxhën për ftesën e tij, për nderin e tij, për respektin e tij që na e ka bërë, që e lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu Gjelle Gjelaluhu ta shpërblen me të mirat e tij dhe për gjitha kontributin edhe për pjekjet e tij të cilët I ban në këtë xhami. O vëllezër, jemi në muajin e bekuar, në dita të bekuara dhe në një vend të bekuar, në shtëpitë e Allahut Gjelle Gjelaluhu, ku me të vërtet unë jam në siklet, dhe në një siklet shumë të madh, se jam në një prezencë të madhe, në një xhamat të bukur, ku me të vërtet në këtë xhamat është thonë shumë, dhe është folur shumë, dhe është shpjeguar shumë nga hoxha juaj I nderuar, që ai më duket se nuk kalon derë të mirësisë që nuk e ka trokitur, e as ndonjë temë që nuk ja u ka shpjeguar dhe nuk ju ka treguar, dhe shumë sende janë shpjeguar, e me të vërtetë se tash unë këtu nuk di dhe çka të flas. Çdo gjë që ta flas do të jetë ajo vetëm se si një përsëritje nga ajo të cilën ju e keni ndëgjuar nga hoxha juaj, dhe se me të vërtetë e ndi veten sikur me ardhur që të shes ujë në berek të lumit. Pa të futem me një treg të madh ku tezgat e atij tregu janë aq të mbushura me artikuj të pastra, të freskëta dhe të lloj-llojshme, e unë me një shport të vogël aty, duke ardhur në dorë me pak artikuj, e të menduar se ndoshta diçka kam të re, por padyshim se kur janë llojet e mëdha në atë treg aq shumë të freskëta dhe të mëdha humben, dhe se padyshim se të gjitha I keni ndëgjuar edhe të gjitha janë shpjeguar, edhe me të vërtetë mendoja se çka mund të them diçka ndonjë ajet që hoxha ndoshta nuk e ka shpjeguar, por padyshim se në këtë xhami nga përpjekja dhe mundi I madh që hoxha juaj ka derdhur këtu janë shpjeguar aq shumë, derisa gjeta ajetin e Allahut Gjelle Gjelaluhu në suratu Dhariyat, që Allahu Gjelle Gjelaluhu tha: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përkujto se përkujtimi ju ban dobi besimtarëve,
Dhe unë sot inshallah me lejnë Allahu xhelle xhelaluhu në këto çaste të bukura dhe kaq të shkurta inshallah do të jem vetëm si një përkujtues. Të nderuar vëllezër, vazhdoj me një fjalë të Ibn al-Jauzit rahimahullah, të cilën e ceku Ibn Rajepi rahimahullah në librin e tij Lataiful Ma'arif, i cili tha se muajt janë 12, ashtu sikur që ishin djemt e Jakubit alayhi salam. Dhe se ato ishin 12, por një prej djemve të tij nga drita e madhe e tij që ishte aq ndriçues dhe ishte aq unik dhe aq me vlerë dhe ishte i dërguar i Allahut xhelle xhelaluhu, ishte Jusufi alayhi salam. Edhe mu për atë gjithashtu pra muaji i Ramazanit nga gjithë muajt e tjerë është me të vërtet i ndriçuar, i vlerësuar dhe është unik nga gjitha muajt. Edhe sikur që ishte Jusufi alayhi salam i dashur te baba i tij Jakubi alayhi salam shumë, padyshim se dhe ky muaj është i dashur te Allahu xhelle xhelaluhu shumë. Dhe mu për atë vëllezër, kur Jusufi alayhi salam u sprovua, ju të gjithë e dini dhe keni ndëgjuar nga vëllezërit e tij dhe ai kur u hudh në posë pastaj e shitën, mirëpo ai që e blejti, kur e blejti Jusufin alayhi salam, Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah." Tha Allahu xhelle xhelaluhu kur ai që e blejti Jusufin alayhi salam nga Egjipti, pra ai azizi, ai mbreti, ai udhëheqësi i Egjiptit që e blet Jusufin alayhi salam, ai ju drejtua gruas së tij duke i thonë: "Akrimi mathwah", nderoje qëndrimin e këtij, nderoje vendin e tij dhe pozitën e tij. E mu për atë vëllezër dhe na është e obligueshme dhe e detyrshme për na që na ta nderojmë këtë muaj dhe ta nderojmë pozitën e tij, qëndrimin e tij, vlerën të cilën me të vërtet e ka ky muaj i bekuar i Allahut xhelle xhelaluhu, duke e nderuar me mikpritjen më të bukur, më të sinqertë dhe më të mirë, që të i agjërojmë ditët e saj dhe na vetëm jemi duke lundruar në mirësitë e këtij muaji në këto dita të bukura të agjërimit, si dhe duke u munduar të ngjallmi dhe netët e këtij muaji me falje të namazeve dhe të taravive, për arsye se besimtari është ai i cili ju kanë dhuruar këta mirësi të mëdha të cilët Allahu xhelle xhelaluhu ja u ka mundësuar që ato të jenë në një muaj i cili me të vërtet meriton shumë të çmohet dhe të nderohet, që në ditët e para të saj deri në fund, për arsye se cili dhe qëllimi është që në këtë muaj të arritet një natë që Allahu xhelle xhelaluhu e ka vlerësuar shumë. Mu para transmeton Imam Ibn Majah nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum fihi lejletun khairun min alfi shahr." Me të vërtetë se ju ka ardhur ky muaj i bekuar, i vlefshëm i Allahu xhelle xhelaluhu, që në ta ka një natë që është e vlefshme, më e vlefshme se një muaj. Men hurimaha faqad hurima al-khayra kull. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo i cili privohet nga kjo natë, tha është privuar me të vërtetë se nga shumë mirësi, nga të gjitha mirësi. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk privohet nga të gjitha mirësitë vetëm se ai me të vërtetë që ju kanë bë haram mo të gjitha mirësi. Është i privuar nga të gjitha mirësi. Pra na o vëllezër, duhet që ta nderojmë këtë muaj, dhe e di se është folur shumë për vlerën dhe nderimin e këtij muaji, mirë po për shkak se me të vërtetë ja vlen që të nderohet, se e gjithë ky nder është që të arrim na këtë mirësi, dhe Allahu xhelle xhelaluhu na i ka lehtësuar neve çështjet që në natën e parë të këtij muaji që na të i përvelemi për ta shfrytzuar këtë muaj. Sikur që na transmeton Imam Tirmidhiu nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha kana awwalu laylatin min Ramadan sufidat ash-shayatin wa maradat al-jinn." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në natën e parë kur të jetë të këtij muaji të Ramazanit, të këtij muaji të bekuar, tha Allahu xhelle xhelaluhu i lidh, i prangos shejtanët dhe ato rebelat nga xhinët.
Dhe se me të vërtetë është që Allahu xhelle xhelaluhu i ka lidhur ata të cilët ty mundohen që të ta humbin shfrytëzimin e këtij muaji, mundohen që të ta humbin fitimin në këtë muaj. Mirë po, me të vërtetë ka dhe nga ato të cilët janë shejatinul ins, nga ato shejtanët njerëz të cilët gjithashtu mundohen të ta humbin shpërvilimin e këtij muaji, agjerimin e këtij muaji, edhe nëse agjerojmë ditën mundohet të ta humb agjerimin e natës që mos ta ngjallish ato. Nëse o gjatë ditës mundohen të ta humb që ti mos ta shfrytëzosh me ibadet, mos ta shfrytëzosh me dhikr, e as me namaz, e janë këtu shkojmë atje, e çon ndoshta ditën edhe nuk të ngel vetëm se të ka ikur namazet, të kanë ikur shumë vepra të mira, duke u sjellër vjen në fund, aq se në akşam kur shkoj në mbrëmje do shkoj në xhami e ta shfrytëzoj, por kur të shkon në xhami del tjetri, aq se sonte nëse elom taravin nuk është problem. Po të shkojshim në ligjërat të ndëgjojmë diçka, aq se boll mo kemi ndëgjuar prej hoxhallarëve vazhdimisht ligjërata. Edhe nëse futet në xhami, një 2 rekat, një 4, një 8, një 12 edhe leje se boll mo. Gjithherë mundohet dikush. Dhe mu për atë vëllezër, ne si musliman duhet të kemi kujdesin se Allahu xhelle xhelaluhu tha në këtë muaj, hadithit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se i ka mbyllur dyert e xhehenemit dhe i ka hapur dyert e xhenetit. Edhe është një thirrës që thirr vazhdimisht ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir. Thirr një thirrës vazhdimisht që thirr për në hajër dhe për në mirësi. O ti i cili e don hajrin dhe të mirën, eja drejtohu këtu te e mira që të fitojsh dhe të shpëtojsh e të marrësh të mbushish bagazhin tënd me mirësi shumë nëse dëshiron këto dita. Të thirr për të ditë, prej në natën e parë. Dhe një thirrës që thirr dhe thot o ti kërkuesi i sherrit, o ti që je në të këqijat, nëse dëshiron që të shkosh te të këqijat, ndalohu, pengohu, mangësohu nga ato të këqija. Eja dhe fito në këtë natë. Që pejgamberi Allahu të vazhdoi dhe tha walillahi utaqa'un minan nar wa dhalika fi kulli layl. Për Allahu xhelle xhelaluhu ka rob të cilët i liron për çdo natë Allahu xhelle xhelaluhu qafat e tyre nga zjarri i xhehenemit. Kush ta dhuron këtë mirësi o vëllezër? Për çdo natë kemi na këtë mirësi. Dhe gjithashtu transmeton Ibn Majah nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dhalika fi kulli layla. Tha me të vërtetë se Allahu xhelle xhelaluhu në çdo iftar liron qafat e robëve të tij nga zjarri i xhehenemit. Dhe ajo për çdo natë. E na ku jemi në këto momente që na nëse humbim këtë mirësi, me të vërtetë se pastaj i e privuar prej shumë mirësive. Në çdo natë, edhe në iftar, dikush nuk të lën dhe ato ta shfrytëzosh. Kanë përgatitur në lajme, në internet, në gjithasi filme dhe duke lëshuar vazhdimisht në momentet e agjerimit, se cili me atë vetën duke u munduar që të i tërheq vëmendjet e agjerusve. Në për rrjete sociale, jo dikush duke shpërndar filma, duke shpërndar seriale, që si të ta humb ty dhe shpërblimin të cilën ti shpreson ta gjesh në këtë muaj. O vëllezër, është me të vërtetë se na duhet që të jemi të vëmendshëm se është një shans që mo kur nuk të kthehet. Këtë muaj që Allahu xhelle xhelaluhu na ka sjellur, me të vërtetë se është një mundësi e madhe e pazëvendësueshme. Që Allahu xhelle xhelaluhu na bëri që në këtë muaj na të shijojmë nënat e ibadeteve. Nëse është namazi me xhamatin në këtë muaj e shijon. Nëse është dhikri në këtë muaj e shijon. Nëse janë namazet nafile në këtë muaj i shijon. Nëse është Kurani i Allahut këtë muaj e shijon. Në këtë muaj i shijon adhurimet, i shijon ibadetet dhe i shijon shumë vepra të mira për arsye se edhe shpërblimi në to është shumë i madh dhe shumë fishuar. Pra tha tabiiu i ndershëm Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, tha siyamu yawmin fi shahri Ramadan afdalu min 1000 yawmin fi ma siwa. Ta agjerosh një ditë në muajin e Ramazanit, tha është më e vlefshme se 1000 ditë jashtë muajit të Ramazanit. Para mendohet çfarë vlerë.
Mu për atë kur është pyetur Ebu Hurajra radiallahu anhu dhe Ibn Mesudi radiallahu anhume për atë i cili e han e prish Ramazanin për qif. Për pak e për shumë, ky është i angazhuar, shkon e han e prish, nuk ka del. Edhe nëse e pyet, arsye të mëdhaja. Unë jam njerë me punën fashta, çka të bëj? Edhe e han e prish Ramazanit. Ditëve të Ramazanit, të kësaj të vlefshmes, që nuk të zaventsohen këto asnjëherë, ai tjetri për kafe e prish. Pse e prish Ramazan? Pse nuk e agjeron? Po unë e kam patjetër ta pika një kafe, se nëse se pi, problem. O vëllezër, kur është pyet Ebu Hurajra dhe Ibn Mesudi radhiyallahu anhu se çka për atë që e prish kështu për qef, edhe pse ky justifikohet me shumë justifikime. Po folmi ai që nuk ka justifikim. Tha nuk i zëvendësohet atij edhe nëse i adhuron Allahu xhel xhelalu jetën deri në ditë gjykimit që ai ta agjeron, nuk mund të arrijë mosh problemin e asaj dite që ai e han këtu për çif. Para tha Ibrahim an-Nakhi rahimullah, agjerimi i ditës së muajit të Ramazanit është më e vlefshme sa 1000 ditë jashtë asaj që ti të agjerosh. Gjithashtu tha wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ma siwa. Tha dhe të bësh tasbih, ta madhërish Allahun xhel xhelalu wa thuaj subhanallah, më e vlefshme në këtë muaj është se sa 1000 herë të thuajsh jashtë këtij muaji. Tha wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'atin fi ma siwa. Dhe një rekat që e falën në këtë muaj, tha është më e vlefshme se sa 1000 rekat që do t'i falësh jashtë këtij muaji. A thua na, duhet që ta neglizhojmë edhe në këtë muaj faljen e rekatëve, e të i bim në sejdë Allahu xhel xhelaluhu sa më shumë, kurse në këtë muaj vlerësohen sejdë shumë o vëllezër. Ati që Allahu xhel xhelaluhu ja ka mundësuar të arrijë Ramazanin dhe ai të bën sejdë sa më shumë, me të vërtetë se vlera e tij nuk krahasohet. Dhe ju e keni ndëgjuar ngjarjen të cilën e transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Majah nga Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë erdhën dy burra që ta pranojnë Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ata të dy erdhën së bashku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj njëri prej tyre ishte shumë i zellshëm në ibadet dhe në adhurim, dhe shumë i përkushtuar, derisa kur erdhi një moment që të dalin në një luftë, në një betejë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe ky njëri prej këtyre dy vëllezërve bien shahid dhe shkon te Allahu xhelle xhelaluhu. E pastaj këtij tjetrit i shtyhet jeta që të jeton edhe një vit. Edhe vdes dhe ky. Mirë po Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu o vëllezër e shikon një ëndër. Tha sikur unë isha në një skej aty afër xhennetit dhe duke pritur, tha kur shikoj këto të dy pranë derës së xhennetit. Del tha një melanqe nga mbrenda për të i marrur dhe i jep leje, tha këtij i cili kishte vdekur më pas. Dhe se me të vërtetë ishte diçka e çuditshme dhe habitshme, kur unë shikoj ky njeriu i cili jetoi një vit pas, që të jepet përparësi të futet në xhenetin e Allahu xhel xhelaluhu, para këtij i cili ishte më i zellshëm, edhe ky i cili vdiq shahid dhe dëshmor të Allahu xhel xhelaluhu. O vëllezër, nga ky trishtim, kur e shikon Talha ibn Ubaydillah dhe pastaj normal del dhe e merr tha këtë tjetrin, e kur del për Talha ibn Ubaydillah, tha i tha ti kthe se ende ki kohë për me ardhur këtu. Dhe kur zgjohet Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu, fillon që t'ju tregon sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë ngjarje kështu, këtë ëndër të trishtuar se si e pa, derisa u bë aq e madhe, filluan që të diskutojnë sahabët e pejgamberit Allahut derisa arriti lajmi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam o vëllezër tha: "Min ayi dhalika ta'jabun?" Tha nga çka po çuditeni, nga çka po habiteni ju kështu? Tha ja Rasulullah, si mundet? Ne dim se vlerën më të madhe, padyshim se ai që vdes në rrugën e Allahut xhel xhelaluhu s'ka vlerë që ja të i kalon. Edhe e dishin se ky edhe i zellshëm në punë, edhe plus që ky vdiq shahid shkoi te Allahu xhel xhelaluhu, pastaj ti jepet këtij përparësi për të futur në xhenet para këtij, me të vërtetë se diçka shumë e çuditshme.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vëllezër përgjigjet me këtë tekst kështu duke thonë: "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana?" A nuk qëndroi ky pas ti dhe një vit? Të kishte thonë vetëm qëndroi pas ti një vit normal. Por pejgamberi Allahut theksoi gjithashtu pastaj atë që është më me rëndësi në vlerësimin e këtij i cili ju shtua jeta dhe një vit. Tha: "Wa adraka Ramadana wa sama", e arriti Ramazanin dhe agjeroi atë. Këtu është pointa, që ta dim se ky një vit pas e arriti Ramazanin dhe agjeroi atë, dhe pastaj tha pejgamberi Allahut, dhe ka bërë kaq sejdë, sa numri sejdëve që ka bërë gjatë atij viti. E tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Fa ma bainahuma ab'ad ma bain al-mashriq wal-maghrib." Tha në mes tyre dyve, tha largësi dhe distancë është aq e madhe sa lindja e Perëndim. Distancë e madhe të ta mundëson Allahu xhele xhelalu që ti ta arrish edhe një Ramazan pas. A nuk është kjo vlerë e madhe o vëllezër që ndoshta Ramazani që kemi pas shumë dashamir dhe xhamatlit të cilët i kishmi prezent, po janë këtë Ramazan nuk i kemi. Mu dhe ty Allahu xhele xhelalu na ka zgjatur jetën. Valla nuk duhet na që nga falënderimi ndaj Allahu xhelalu që na ka mundësuar që të arrijmë që na të qëndrojmë në xhami e të bëjmë sa më shumë rekate. Se në to vëllezër arrihet mirësia e Allahu xhele xhelaluhu, dhe se padyshim se mirësia e Allahu xhele xhelaluhu dhe vlerë është që na të shtojmë sa më shumë ibadet dhe sa më shumë rekate. Dhe këto e hetojmë këtë vlerë që në ditën e parë, në namazin e sabahut i shef xhamiat mbushën. Pse mbushën? Se njerëzit mundohen që ta shfrytëzojnë. Në namazin e drekës e ti që ndisë kështu me radhë, në namazin e taravisi vërin që mbushën, por pse pastaj na humb ajo? Një ditë, dy, tretën zbehesh me njëherë. Ku është përkushtimi ndaj vlerësimit të këtij muaji dhe ndaj nderit të pozitës së këtij muaji, se me të vërtetë është një mundësi që nuk të kompenzohet kurrë. Qatë ditë dhe qatë natë që ti e lën, dije se mo nuk të kthehet asnjëherë. Dikush ndoshta në xhami aty e ka shfrytzuar atë. Dikush ndoshta ka bërë recate shumë më shumë se ti, e ti pastaj je privuar, e çka dëshiron prej saj? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allahu xhele xhelalu tha, ç'keni si nuk shprehni madhërim ndaj Allahu xhele xhelaluhu. Na dhe nëse vim në xhami për pak, mundohesh disa recate dhe pastaj mundohemi që të ikim. A harrojmë se o vëllezër, ibadetin e vetëm që Allahu xhele xhelaluhu do të na merr në llogari në ditën e gjykimit është nga veprat tona namazi. Hadithin të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili tha se: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah." Gjëja e parë që njeriu do të merret në llogarinë ditën e gjykimit nga veprat e tij është namazi. Fa in salaha faqad aflaha wa anjah. Tha pejgamberi sallam, nëse i del i shëndosh namazi i tij, thaj me të vërtet ka fituar dhe ka kaluar në sprovën e rëndë të ditës së gjykimit. Me të vërtet se do të kalon nëse namazin e tij e ka të përmirësuar dhe të shëndosh. Por nëse ndodhe kundërta, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, nëse ju ka prishur namazi i tij, nëse nuk e ka kryer ato me përkushtim, nëse se ka namazin e tij të shëndosh, atëherë me të vërtetë tha pejgamberi Allahut, ka humbur dhe u shkatërruar. O vëllezër, na duhet që të jemi nga ata të cilët shtojmë kujdesin shumë, për arsye se nefsi është i tillë nuk don vështirësi. Nëse pak ja zgjat namazin ai më njëherë, bollmo. Natën e parë qëndrojmë, dytën po tretën s'mundet vazhdimisht. Hajde të shkojmë diku ku sa më shpejt. Ku falin sa më, duke nga e duke u munduar që të arrish numrin, kurse në fakt vlerësimin e ke humb. A kjo vëllezër nuk është ajo që Allahu xhele xhelalu kërkon nga ne. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
Tha Allahu xhelle xhelaluhu, çka është çështja me ju që nuk shprehni madhërim ndaj Allahut xhelle xhelaluhu? Nder dhe frikë respekt që ti kur të jesh në xhami ta mendojsh se këtë mirësi Allahu ta ka dhënë shumë të tjerë nuk e kanë. Ti vjen të falish namaz, ti vjen të falish taravi, edhe nëse ti pastaj dhe gjithherë nefsi u shitil dhe shumë të tjerë mundohet që të arsyetohesh, sikur që arsyetohet ai që nuk agjeron, arsyetohet dhe ky tjetri pastaj që nuk dëshiron të falë taravi, pastaj me njerë po, jo jam i lot, jo do shkoj këtu, jo atje, dhe mundohet më arsyetime, jo pastaj sunneti, jo di falë një 4 rekat, po ka ndonjëherë ke bërë kur të kap shija, ti e ke shijuar atë adhurim, i fal 4, i fal edhe 4 dhe pastaj të kap shija adhurimit nëse me të vërtet je me prezencën e shpirtit dhe zemrës tënde. Po nëse nuk je me prezencë shpirtit dhe besimit tënd aty, me të vërtet se do të duket e rëndë dhe shumë e vështirë. Edhe nuk shpreh pastaj vetëm se e lodhje dhe mundohesh që ta braktisësh sa më shpejt dhe të ikish asaj, a kurse vlera dhe çmueshmëria është në sa më shumë sejdë dhe sa më shumë rekate në këtë muaj o vëllezër të buj. Ta ngjallim këtë muaj i cili është me të vërtet muaj i madh, që do të dëshmon një ditë për ne, për Allahu xhelle xhelaluhu. Që lutim Allahun xhelle xhelaluhu që ky muaj të dëshmon për ne e mos të dëshmon kundër nesh. Mos të dëshmojnë me laqet e Allahut xhelle xhelaluhu se në momentin kur u thirrën që të vinë në shtëpijet e Allahut, ky tjetri që ndronte në kafe, ai tjetri atje, edhe secili e humbën këto shpërblime. Me të vërtetë se Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron nga ne që na të shprehim madhërim dhe përkujdesi ndaj adhurimeve të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe mos të jemi nga ata të cilët i neglizhojmë, edhe të jemi nga ata të cilët me të vërtetë i bojmë me përpikshmëri edhe me përkushtueshmëri, për arsye se ti je duke dalur para Allahut xhelle xhelaluhu, don të folish me krijuesin tan. Ti je duke folur me krijuesin tan. Hadithin që transmeton Imam Buhari dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idha kana fi as-salah fa inma yunaji rabbah. Tha le ta din se besimtari kur ai qëndron në namaz, ai komunikon me Allahun, me krijuesin e tij. E ti të komunikosh me krijuesin tënd, edhe ta hapish gojën sa shkoj mundësi në namaz, e të vërtetë kryen në anën tjetër e kështu me radhë të bësh gjeste që nuk dëshiron dhe duke të kapur ai me lefin nëse ti je në namaz dhe të zgjatet, a është kjo nder dhe respekt të vëllezër me ati i cili të ka kriju, që ti je duke biseduar, me të vërtetë se nuk është një gjest i tillë i livdëruar e veçanërisht nga mesi jon që ti të jesh me këtë gjendje të tillë. Çka ta merr mendja, nëse një i varfur shumë e thërret dikush, një zotënia më i madh i cili do të jetë një i pasuri më i madh, një ngrituri më i madh në sipërfaqe të tokës, nëse e thërret një të varfur për ta nderuar dhe për t'ia larguar vujtjen e tij e për ta ndihmuar atë, nëse e thërret zbashku aty në truezën e tij që të hanë, dhe ai e din se pse e ka ftuar, për ta nderuar e për ta shpërblyer, a thua vallë si është sjellja e tij dhe gjendja e tij, si do të sillej ky me këtë zotëri që e ka thirrur? A do të sillej me metodën më të shëmtuar, me fjalët më të këqija si dush ndihmon si masun se kam der, po zemrën e kam të mirë. Morë të kam thirrë me të një muaj me të shpërbly, o dos me ta largua gjithë vutjet, po s'më intereson. Kur shkojnë të ata që i kanë mëkat ata, unë zemrën e kam të mirë, se kam problem. Apo do t'ishte ky i varfuri këtu në dunja shumë ndrysh, do të mundohi t'i zgjedh dhe fjalët e tij, edhe ta bën sjelljen sa më të bukur, ta paraqet që mos ta hidhron atë. A kurse o vëllezër, shembujt janë më të larë shumë për Allahun xhelle xhelaluhu, që Allahu xhelle xhelaluhu të thret 5 herë në ditë, që na prezentojmë edhe na komunikojmë me krijuesin ton, kur të lidhesh në namaz, as pak nuk shprehim madhërim ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. E as për kushtimshmëri, dhe se kjo me të vërtetë nuk është në rregull nga muslimanët të cilët dëshirojmë ta fitojmë xhenetin e Allahut xhelle xhelaluhu. Transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tha se
Allahu xhelle xhelaluhu ka thonë: "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfayn." E kam ndar namazin, tha Allahu xhelle xhelaluhu, në dy gjysa, në mes meje dhe robit. Një pjesë ai i cili e lexon surën Fatiha, dhe në 20-30 rekate të taravih sa herë lexon surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim, sa herë lexojmë, dhe në namazet e gjatë ditës sa herë lexojmë. Para menohë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na lajmëron se Allahu xhelle xhelaluhu tha e ka ndarë këtë surën në dy gjysa. Tha një pjesë është e imja dhe pjesa tjetër për robin tim, çka të kërkon është e ti. Dhe tha kur thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, përgjigjet Allahu xhelle xhelaluhu duke thonë Hamadani abdi, më ka falenderuar robi im. Dhe kur të thot Ar-Rahmanir Rahim, Allahu xhelle xhelaluhu thot Athna alayya abdi, më ka livdruar robi im. Kur të thot Maliki Yawmiddin, thot Allahu xhelle xhelaluhu Majjadani abdi, më ka madhruar robi im. E kur të thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, të thot hadha li abdi wa li abdi ma sa'al, kjo për robin tim dhe i takon çdo sen çka të kërkon robi im, të ta jep Allahu xhelle xhelaluhu. E deri në fund pastaj. Si ta merr mendja nëse na i mshojmë surës Fatiha sa më shpejt që të arrim rekord. Elhamdulillah rabbil alamin, kur e prismi përgjigjet e krijuesit ton që na të komunikojmë me krijuesin ton, vëllezër. Apo veç dëshirojmë që ta kryjmë dhe të ecim se na e falëm. O vëllezër, nuk është poenta këtu, po poenta është që na të arrim kënaqësinë e Allahut xhelle xhelaluhu dhe na të arrim të fitojmë shumë, se me të vërtetë nëse na e humbim këtë arenë të gjonë të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e kalon për të garuar në to, atëherë me të vërtetë se jemi privuar nga shumë mirësi, dhe se kjo është një arenë e hapur e madhe për të garuar robërit e Allahu xhelle xhelaluhu në to, dhe është një vend mbjellës i yni që na tash në Ramazan, o vëllezër, vazhdimisht ju isim bimët e tona dhe mbjelljen tonë. Për atë tha një poet arab: "Ata Ramadanu mazra'at al-ibad li tathhiri al-qulubi min al-fasad, fa addi huquqaha qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil-ma'ad, faman zara'a al-hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawm al-hasad." Tha erdhë muaji i Ramazanit vend mbjellja yte, që me të vërtetë është pastrimi i shpirtit dhe i zemrave tona. Epja hakun këtij me fjalë e me vepër. Epja hakun duke ruajtur fjalën tonë dhe me vepra duke adhuruar hakun këtij muaji, dhe merr mbush pajisjet e tua për ditën kur do të kthehesh te Allahu xhelle xhelaluhu. Për shkak se ai i cili nuk i ka ujitur mbjelljet e tij, një ditë do të rënkon nga keqardhja e tij ditën kur do të korrin dhe kur do të jetë dita e korrjes. Shumë njerëz pastaj do të gëzohen ditën e korrjes e do të fitojnë, kurse ai i cili neglizhoi do të rënkon nga keqardhja e madhe që të tjerët fituan e ti humbë. Për atë Allahu xhelle xhelaluhu, vëllezër, tha në Kur'an, në ditën e korrjes, në ditën kur do themi te Allahu xhelle xhelaluhu: "Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya." Kushdo i cili vjen Allahu xhelle xhelaluhu si kriminal, si keqbërës, tha ai nuk ka diçka tjetër vetëm se xhehenemin ku në to nuk do të vdes asnjëherë më. "Wa man ya'tihi mu'minan faqad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatu al-'ula." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, e kushdo i cili vjen Allahu xhelle xhelaluhu si besimtar, i mirë dhe i sinqert, dhe ai ka bërë vepra të mira, të tillët do të kenë gradat e larta të xhenetit Allahu xhelle xhelaluhu. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Në Jannatu adnin ku në to rjedhin lumej, edhe në to do të jenë për gjithmonë. E gjithë ky problem, tha Allahu xhelle xhelaluhu, është për ata të cilët u pastruan, dashtën që të pastruan. Ky është muaji i pastrimit të zemrave tona dhe të shpirtit ton, e që me të vërtetë ndoshta e teprova, por kjo ka një përkujtesë që së bashku u përkujtuam të gjithë, dhe që kesh në mesin e juaj me të vërtetë ishte një privilegj i madh dhe një nder, dhe e di se këto janë disa këshilla të ndëgjuara, por shpresoj që
këto këshilla të zonë vend mas pari në zemrën time dhe të ju, edhe ju përgëzoj për këtë xhamat të bukur në këtë xhami, gjithashtu dhe hoxhën e falenderojmë përzemërsisht për këtë nder, edhe lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu xhelle xhelaluhu t'ia shton bereqetin e kësaj xhamie, të shton xhamatin e kësaj xhamie, edhe të mirat, edhe duke ja u forcuar hoxhën sa më shumë dhe të i dhuron shëndet. Allahu ju shpërbleft të gjithëve dhe gjithë stafin e kësaj xhamie për të qëndruar shumë shërbim të robëve të Allahut xhelle xhelaluhu. Ma bëni halal nëse e kam zgatur edhe nëse e kam tepruar me fjalët. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.